Fakulteti i Shëndetit Publik ka përfunduar tashmë ciklin e provimeve të dimrit, ndërsa pritet që së shpejti të shtohen edhe 3 deg të reja studimi për të cilat tashmë është aplikuar. Dekani i këtij fakulteti, Kelejt Mhilli, në intervistë për Blu Televizion ka konfirmuar mbylljen e procesit të provimeve dhe nisjen e sezonit të ri të leksioneve. Po, shumë faleminderit për pyetjen. Është përmbyllur faza e provimeve për dimrin. Ka mbaruar procedura javën e kaluar për studentët e bachelorit dhe para një jave dhe për studentët e masterit. Leksioni ka filluar, studentët e bachelorit janë në javën e dytë për semestrin pranver 2026, ndërsa studentët e masterit janë në javën e parë për sezonin e pranverës 2026. E gjithë procedura do thoshe që ka vajtur shumë mirë, shumë qetë. Studentët kanë mbaruar provimet e tyre dhe janë informuar për notat në sistem UNVIMAS, të cilën universiteti ofron, dhe studentët kanë kontakt dhe njohuri dhe informacion të drejt për drejt direkt atje ku marrin jo vetëm leksione dhe seminaret, por informojnë dhe për pikët dhe notat e tyre në çdo provim, në çdo sezon që kanë. Mhilli ka konfirmuar gjithashtu se fakulteti ka aplikuar për 3 deg të reja studimi në nivel bachelor dhe master, pas programit të 2 vjeçar asistent në geriatri, i cili është aplikuar me sukses këtë vit. Synohet hapja e programit bachelor organizim dhe menaxhim i sistemit shëndetësor, si dhe një program për shëndetin mendor në bashkëpunim me Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan, si dhe programin master profesional në infermieri komuniteti, duke pritur miratimin e tyre. Sigurisht Universiteti i Vlorës dhe Fakulteti i Shëndetit janë vazhdimisht në përpjekje për të hapur deg të reja të cilat përshtaten me nevojat e tregut të punës. Siç ju e dini shumë mirë, këtë vit ne kemi filluar programin 2 vjeçar asistent në geriatri, e cila ka patur një numër të konsiderueshëm aplikimesh, dhe këtu gjej rastin të theksoj dhe të falenderoj dhe Këshillin e Ministrave, pasi para pak kohe është miratuar dhe në organik ky profesion, gjë që u jep këtyre personave që do diplomohen nga ky program studimi të kenë kompetencat si dhe të kenë një rrogë standarde sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, ndërsa për këtë vit Fakulteti i Shëndetit ka aplikuar për disa programe studimi dhe këtu gjej rastin të përmend programin për organizim dhe menaxhim të sistemeve shëndetësore dhe shëndet publik, ku kemi aplikuar për një program studimi bachelor dhe shpresojmë që së shpejti të miratohet nga Ministria e Arsimit. Ky program ka si qëllim përgatitjen e profesionistëve për menaxhimin e sistemeve shëndetësore, të institucioneve shëndetësore, me qëllim që ata të marrin vendimarrjen në bazë të evidencave, si dhe të jenë ekspert për fushën e politikave shëndetësore. Po ashtu kemi aplikuar një program studimi të përbashkët me Universitetin e Elbasanit Aleksandër Xhuvani në shëndet mendor, siç ju e dini shumë mirë. Pas sidomos dhe pandemisë COVID-19, kemi një rritje të konsiderueshme të numrit të personave me probleme të shëndetit mendor, dhe këtu dua të theksoj që problemet e shëndetit mendor janë si çdo problem tjetër shëndetësor dhe të bëjmë popullatën dhe komunitetin të flasë për këto probleme, që t'i parandalojmë, që t'i menaxhojmë në kohë me qëllim mos agravimin e tyre. Dhe këtu dua të theksoj që Fakulteti i Shëndetit organizon ditë specifike, fushata ndërgjegjësuese për këtë fenomen, për problemet e shëndetit mendor, dhe në këtë kuadër kemi aplikuar dhe këtë program studimi dhe shpresojmë që Ministria e Arsimit, ta miratoj së shpejti. Dhe së fundmi dua të theksoj edhe faktin që kemi aplikuar dhe për një program master profesional 1 vjeçar në infermieri komuniteti. Qëllimi këtu kryesor është të përgatisim infermierë të aftë që të ofrojnë shërbime shëndetësore popullatës në shtëpi. Ky është një trend global dhe ndërkombëtar i cili është në rritje, dhe pse e them këtë? Sepse e dim shumë mirë që një numër i popullatës nuk e ka mundësinë që të lëvizë, të vejnë nga shtëpia e tij tek qendra shëndetësore apo te spitali. Qëllimi jonë është që të ofrojnë këto shërbime dhe në komunitet, dhe në shtëpitë e tyre që këta individ kanë nevojë. Fakulteti i Shëndetit Publik pranë Universitetit Ismail Qemali të Vlorës pritet kështu të zgjerohet me deg të reja studimi, të cilat do t'i japin më shumë mundësi studentëve të rinj për të zgjedhur drejtimin e tyre të studimit.